Se unë e flasë për tifozërinë. Ja, ti tha, po dënë me hinë politikë. Gjyrim politik, se që politikë jo. Jo, qëfar në gjyrim politik, na po flasim për tifozërinë. Na po flasim për tifozërinë. A bojmë me shtru pytje tash kështu për me adhon argument. Nëse kish pas ekipin e njëjtë Serbia, a kështë bo tifo për Serbinë? Jo, më ta më puna. Që kjo politik, ta Po se kina në raportin me Brazili që kina me Serbinë. Skali, Me Serbinë nuk është me krasu asë një shtetë tjetër, besoj. Larga asoj, do me thonë, a është politik. S'po e neutralizën politikën, me neutralizu, me abstrahu, politikën ti kështë bo dhe me Serbinë, se kështë dhe në është sport jo mbi politikë. Ja, nesh me Serbinë si shumë as me Rusin, s'besoj që ishe bo, po do me thonë, parimin që i ka politik, do me thonë, nëse ka parim politik, dhe ku doj me qu këtë parim politik, unë po besoj që prova për thëtë këtë. Fakti që ti zbosh me Serbinë, ti aso në asë njoni, e zbo me Rusin, do ka politik. Edhe nëse na thojmë, futbolli s'ka lidhe me politik, është gabim, sidomos kjo e garat me kontare, ka shumë politik, edhe kjo rritë vazhdimisht edhe nacionalizmat edhe bërëritjet, jo veç mes neve në Balkan. Këtë botën ka ma dhe rritë edhe tensione botë qkas. Në mënë politika gjithmonë është aty, s'muj me thonë kur, që që këlloj garave është mi politikë. Unë besoj që sështë. A e thuhet, po nuk është e sa.